Kjo është kësaj zhurmës ju referova në fjalën time, e cila është një zhurmë që ngjan, por nuk e perceptoj dot në çfarë forme vjen. Tani, sa i përket reagimit, gjatë kohës që secili prej kolegëve Partisë Socialiste, nga unë i pari apo ministra, ne flasim, vjen një zhurmë aty që unë nuk di si t'ja ve emrin. Megjithatë, kush ndihet i fyer, kërkoj ndjes që nëse e ka konsideruar veten si autor i asaj zhurme. Por, do kërkoja mirë kuptimin tuaj që të kemi një dakordsi, që kur të flisni ju, ne të mos bëjmë asnjë zhurmë dhe nuk do të ndodhë, dhe kur flasim ne apo antarët e qeverisë mos ketë asnjë zhurmë. Zotërisë që ju përmendi është vendosur në atë pozicion të sallës për të prodhuar atë zhurmë që ju e konsideroni fyese. Nëse doni realisht të reflektoni, isheni zotërin që e paguani vetëm për atë lloj zhurme, çojeni në një vend tjetër të sallës, dakor. Sa i përket kërkesës. Kërkesën mësoje se deputet i ri, shoqëroje me 7 firma, depozitoje, të shkoj ta shqyrtoj komisionin. Zoti kryetari i Kuvendit e kërkova fjalën për diçka tjetër me dakordsi në konferencën e kryetarëve. Kemi rënë dakord që pika e parë e rendit ditës pas njoftimeve të jetë votimi i antarëve të Këshillit Rregullator, Komision Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju lutem zoti kryetar, për shkak se ky votim kërkon quorumin prej 84 deputetësh dhe prej orës 11:10 ne jemi këtu deputetë e Partisë Socialiste për të votuar edhe kandidaturat që vinë si propozimi i opozitës, për të cilat grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të votoj pro, me qëllim te kalimin e ngërçit për shkak të braktisjes së seancës nga kolegët e Partisë Demokratike në seancën e kaluar, ju lutem të kalojmë menjëherë në votim se janë 5 votime të fshehta. Faleminderit shumë. Faleminderit. Lidhur zoti Kliçi. Lidhur me propozimin tuaj, deputetët mund të propozojnë masa disiplinore, po jo te kryetari i Kuvendit, te sekretariati i etikës. Minimumi 7 deputet mund të propozojnë sekretariatit të etikës marrjen e masave disiplinore. Pra, unë ju falenderoj për sugjerimin, por është drejta e kryetarit të Kuvendit marr masa në seancë. Jashtë seancës vendos sekretariati i etikës. Ndërkohë, replik me kë? S'të përmendi fare. Nuk të ka përmendur fare. Tani, zoti Andis Salla, nuk të përmendi emrin, zoti Palliu. Fjala për zotin Andis Salla, procedurë. Fjala për zonjën Josefina Topalli, procedurë, e keni kërkuar? Zoti kryetar, nën kryetari i grupit parlamentar ka kërkuar ndërprerjen e seancës plenare. Je i detyruar për të ndërprerë seancën plenare dhe për të diskutuar, pastaj për të filluar përsëri më vonë. Në normalitet. Ndërprej seancën plenare, pastaj vazhdojmë rendin e ditës. Zonja Topalli, faleminderit. Natyrisht që nëse vjen si kërkesë për ndërprerje seancën, të lutem, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, patjetër do t'ju japim ndërprerjen e seancës, por te fjala juaj ju më sugjeruat që unë të kërkoj kohën për të verifikuar video e tjera. Këtë kohë, faleminderit për sugjerimin, unë nuk e kam të nevojshme, sepse procedura për marrje masë disiplinore me propozim deputetëve nuk bëhet në këtë rrugë. Nëse ju kërkoni një pushim,
Tani e kam pamundur të dëgjoj të gjithëve. Zoti Balla, keni ndonjë propozim? Nuk ju dëgjoj dot të gjithëve në të njëjtën kohë. Ka një propozim zoti Noka nga kryetari juaj, nga drejtuesi juaj i grupit parlamentar për të ndërprerë seancën. Nëse keni nevojë për ndërprerje seance, 10 minuta pushim.